Dua t'ju lajmëroj që të keni kujdes sepse kohët e fundit, bile ditët e fundit, po vjedhin në mënyrë ekstreme në për rrjetet sociale dhe në për platformat, aplikacionet që janë online. Do t'ju them disa prej tyre, por dëgjojeni me kujdes sepse flasim për mistere, flasim për enigma, por ky është një nga misteret dhe enigmat aktuale që boshatisin llogaritë tuaja. Kështu që dëgjojeni me kujdes. Ndoshta e lexuat lajmin që Booking ka pësuar një atak hacker, Booking.com. Booking është ai aplikacioni që ju prenotoni për një përpushime ose për të gjetur një hotel. Po dëgjoni me kujdes sepse nuk është vetëm Booking këtu, do dëgjoni me kujdes. Dhe ata shikoni se çfarë bëjnë tani. Si gjithmonë, kush është rastisht nëse nuk e ka bërë ende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashk. Në Booking nuk është se janë futur direkt në serverat e Booking. Jo, nuk ka nevojë sot që të futen në serverat e Booking, sepse serverat e Booking dhe të gjitha platformave tjera dhe aplikacioneve janë të blinduara. Nuk mund të futesh dot atje. Bile të gjitha çfarë janë keywords janë nga 2 nga 3 dhe me 2-3 pasazhe, që është e pamundur që ti të futesh aty. Por çfarë bëjnë këta mjeshtrat? Tani, siç ju thash, ky është një, do t'ju tregoj edhe të tjerë, por ky është vetëm një. Ata të thonë, futen, është një malware që arrin në disa, me një fjalë është një virus. Është një virus që arrin në disa. Ti klikon në atë virus, pa e kuptuar dhe futet në kompjuterin tënd. Por me anë të kompjuterit është si mund të quhet, i fjetur. Dhe ti kur shkon për shembull nëse ke prenotuar tek Booking, kohët e fundit, po flasim tani për Booking, vetëm për këto prenotimet e ditëve të fundit ose të javëve të fundit. Ti në momentin që ti ke prenotuar, ata nuk thonë gjë, dhe çfarë bëjnë? Të thonë të vinë vetëm një mesazh sepse ti ke klikuar aty. Ata nuk thonë gjë derisa të përgatiten. Ti ke klikuar tek linku dhe linku është japur dhe ti je futur tashmë në virusin e tyre. Por 3 ditë përpara se të përfundoj, sepse kanë të regjistruar ata, datat e tua, ditën, kartën e kreditit, çdo gjë. Por ata atyre nuk u leverdis 50 euro, 100 euro ose 200 euro që ti ke dhënë për të marrë ato hotel. Nuk i intereson ajo. I intereson gjë më shumë, dëgjojeni. Dhe çfarë bëjnë ata? Thonë 2 ditë për shkak ose 3 ditë përpara se ti të shkosh, ose ndoshta 1 ditë më përpara. Kemi humbur ato të dhënat, na i shkruaj edhe një herë të lutem që të rifreskojmë ato datat në database-in ton. Pra ty të vjen nga Booking sikur e ka shkruar ai që ka hotelin. Okej, sepse ata janë futur tek ai hotelit dhe i kanë marrë të gjitha të dhënat. Dhe ti në momentin që ti futesh, sapo futesh te ky linku, të çon në një faqe që ti thua është Booking, sepse është tamam si Booking, vetëm që ka një parapashtesë, ti nuk e kupton. Për shembull, prenotime, apo me fjalë prenotime Booking.com, prenotime e tjera, apo diçka tjetër, që ti nuk e kupton, sepse ka faqja është identike si Booking, njëkohësisht edhe ajo që është më e çuditshmja, të gjitha të dhënat që ti kishe shkruar me orën, me datën, me të gjithë, sa dhomat, njerëzit që jeni për të prenotuar, i ka të gjitha ty të regjistruar, sepse tashmë i ka marrë nga hoteli. Dhe nga ai moment që hapet aty, të thot regjistroj edhe një herë datën me kartën e kreditit tënd. Nga ai moment të boshatisën gjithë paratë që ke në kartën e kreditit. Nuk e di më kuptoni apo jo. Është kohët e fundit është bërë tepër komplekse tani, sepse me anë të inteligjencës artificiale, këta po bëjnë disa shpikje me disa virusa që bëjnë akoma më të fortë. Dhe unë doja t'ju pyesja juve, ju mendoni që këta nuk i kapin dot? Mendoni se këta që gjoja gjejnë nëpër këto deep web ose në dark web disa viruse dhe këta i përgatisin kështu? Sipas jush, këta i lën vetë sepse duhet ketë disa mjeshtra që të vjedhin pak më shumë. Dhe tjetra, kujdes në vendet kur shkoni për shembull për të paguar me kartë krediti, qoftë në për supermarkete, qoftë në për distributore, qoftë edhe online. Duhet keni kujdes, sepse ato që janë online, për shembull, do t'ju them këtë, ka disa
site që për shembull ti shkruan bie fjala Amazon. Amazon është i njohur tani dhe ne dim shumë mirë kush është Amazon.com. Po a e dini që edhe Amazonin për pak se ja hodhën dhe Amazonit, sepse kishte dalë një haker që bënte Amazon.com/ nuk e di, jo, kishte bërë /pay/Amazon.com. Pra një gjë thjesht që duket tamam si Amazon, sepse faqja është e tillë, të gjitha janë duken origjinale, por problemi është që ti ja ke dhënë të kartën, pra informacionet e kartës tënde, ja ke dhënë një kriminali në këtë rast. Sepse nuk ka vetëm paratë e tua, ai nuk merr vetëm paratë e tua, por ka gjë tjetër që është akoma më keq. Të gjitha të dhënat e tua. Emër mbi emër, numër telefonit, vendin ku rri, të gjitha. Është absurde sot, sot është absurde sepse siç thash, me inteligjencë artificiale kanë arritur të bëjnë, bile do t'i them, me inteligjencë artificiale kanë arritur që të shpikin një lloj sistemi, e përsëris edhe një herë këtë, do ta dëgjoni shumë vonë këtë, sepse kjo është në mënyrë ekskluzive, po e studioj, lexova dhe disa artikuj të tjerë, por dua ta kuptoj mirë, që me anë të një klodi, ata mund të zbërthejnë çdo lloj kriptografie, çdo lloj, passwordin tënd, numrin e telefonin tënd, kompjuterin, çdo gjë, me anë të një klodi, me fjalë me anë të një sistemi, të një aplikacioni, që është pak a shumë si një virus. Ja u them sepse tani nuk është më si më përpara. Me inteligjencën artificiale bile me inteligjencën artificiale ka disa që gjejnë punë, i gjejnë në mënyrë të shpejtë, me njerë. Sepse inteligjenca artificiale t'jep mundësi të ndryshme të punës në zonën ku gjendesh. Për shembull, të thuash ti, bie fjala. Po ja u them sepse shumë njerëz ndoshta e kanë nevojë. Gjendesh për shembull në periferi të Romës, okay? Si unë për shembull. Shkoj në një dua të punoj në qendër të Romës. Dhe them, kërkoj punë në qendër të Romës nga kjo dhe këtë mosh për këtë lloj zhanri dhe pagesa minimale dhe maksimale. Ma jep automatikisht. Dhe unë ato numrat e telefonit i marr aty dhe gjej punë sa të dua. Pra, sot me inteligjencë artificiale, kjo është për punë, por ka me qindra gjëra tjera që sepse pjesa njeriu është i prirur që të bëj vjedhje. Jo të punoj, por të jetë parazit. Dhe një nga këto probleme është pikërisht ky që të gjithë kërkojnë që të bëhen të pasur duke vjedhur nga të tjerët. Dhe kanë shpikur, si që thash, disa nga këto, por merreni me mend se sa gjëra do të shpiken më vonë. Ka disa ndonjëherë që nuk futen dot në kompjuterin e tyre. Ose bllokohet kompjuteri ose aplikacionet e tjerë. Kur shikoni që ka këto bllokime kështu, do të thotë që diçka ka, është mirë që të bëni një pastrim. Shpresoj mirë dhe kujdes me këto prenotime të Booking, sepse mund t'ju vjedhin paratë dhe mund t'u vjedhin të dhënat. Kalofshi mirë.